Nga alkoolist deri në dietar i madh dhe i devotshëm. Para se të bëhej dietar i njohur dhe i devotshëm, Maliki Bundinari punonte si oficer policie dhe ishte alkoolist. Është shumë edukativ dhe prekës tregimi i kthimit të tij në Islam dhe pendimit të tij, të cilin e ka transmetuar Ibn Kudame në librin e tij të penduarit. Maliki Bundinari tregon: "Unë punoja si oficer policie dhe kthehesha në shtëpi çdo natë i dehur. Gjatë shërbimit tim, u martova me një vajzë që ishte e virtytshme, e përulur dhe e devotshme. Si kurore martesës son, lindi vajza jon, e cila që nga dita e parë e fitoi zemrën time. Krejt vëmendjen time, unë ja kushtoja asaj, e shikoja çdo lëvizje, e ndiqja shikimin e saj të pafajshëm dhe kënaqesha duke lozur me të. Në moshën 1 vjeçare, ajo vinte në dhomën time, në të cilën pija alkool dhe me duart e saj të vogla përpiqej të ma largonte shishen nga dora, sikur donte të më thoshte se ajo që bëja unë nuk ishte e mirë. Kur i mbushi 2 vjet, papritmas u sëmur rënd dhe nga kjo sëmundje e rënd, vdiq. Kjo ishte një humbje, të cilën unë kurrë si nuk po mund ta duroja as ta kuptoja. Pikëllimi u zhvendos në shtëpinë time, në zemrën time dhe në jetën time. Kështu unë rash në depresion dhe dëshpërim dhe e fillova të pija akoma më shumë. Një natë, në prag të së premtes, u ktheva nga puna në shtëpi gjysmë i dehur dhe pastaj, i mbi ngarkuar me pikëllim dhe dhimbje, vendosa të pija derisa të vdisja. Me të vërtet, doja t'jepja fund jetës, sepse pa vajzën time ishte e kotë jetoja. Kam pirë aq shumë sa që e humba vetë dijen dhe në atë gjendje rash në gjumë. Në atë rast, e pash një ëndër të tmerrshme. Në të vërtet, pash në ëndër se ishte bërë dita e gjykimit dhe të vdekurit ishin ngritur nga varrezat e tyre dhe ishin mbledhur në një vend. Edhe unë isha në mesin e tyre. Pas një kohe të shkurtër dëgjova një zë të frikshëm dhe zhurmues pas shpinës. U ktheva dhe pash një gjarpër të madh i cili me gojën hapur po lëvizte drejt meje. Fillova të vrapoja pa kokë, kurse ai më ndiqte vazhdimisht. Duke ikur nga i përbindësh, e takova një plak të moshuar. Unë i dhash selam atij dhe i kërkova që të më ndihmonte, kurse ai duke qartë bërtiti: "Më vjen keq që djalosh, por me të vërtetë unë nuk kam forcë kundër atij gjarpri." Pastaj unë ngjita në një kodër, ku e pash një zjarr, plakët e të cilit ngriheshin lart ka qielli dhe më kërcënonin se do të më përpinin. Unë u friksova edhe më shumë nga kjo sesa nga gjarpri. Pastaj dëgjova dikë që bërtiste me zë të lartë: "Kthehu, ti nuk je banor i saj." Unë u ktheva përsëri tek ai plaku, duke ikur para gjarprit. Ai më tha të përpiqesha të shpëtoja në kodrën aty pranë mbi të cilën ndodhej një pallat i bukur. Vrapova derit e pallati dhe pastaj u hapën portat e tij. Hyra brenda dhe aty pa shumë fëmijë të vegjël. Midis atyre fëmijëve, unë e njoha edhe vajzën time të vogël. Kur më pa mua, ajo vrapoi drejt meje, më kapi dorën time të djathtë me dorën e saj të majt, kurse me të djathtën e saj e përzuri gjarprin, i cili ishte pas tëmbrave të mia. Pastaj, ajo ul pranë meje, qau dhe filloi ta lexoja jetin kuranor. A nuk është koha që besimtarve t'u zbutet zemra, kur përmendet Allahu dhe e vërteta, Kurani, që është shpallur, dhe mos të bëhen ata si kur atyre që qysh më parë ju është dhënë libri, por zemrat e tyre, me kalimin e një kohe të gjatë, u forcuan në të keqe, dhe shumë prej tyre janë mëkatar. El Hadith 16. Unë po qaja derisa i dëgjoja, pastaj me lot në sy e pyeta: "Ju, fëmijët e vegjël, a dini të lexoni Kur'an?" Ajo u përgjigj: "Po, baba, ne dim të lexojmë më mirë se ju." Pastaj e pyeta: "Çfarë është ai gjarpri i madh i cili më ndoqi pa ndërprer?" Ajo tha: "O baba, ajo është vepra jote e keqe në të cilën je duke vazhduar dhe e cila po të kërcënon dhe po dëshiron shkatërimin tënd." E pyeta: "Po ai plaku që e takova?" Ajo u përgjigj: "Baba, ato janë veprat e tua të mira, të cilat janë aq të dofta sa që nuk mund të shpëtojnë." Vazhdova me pyetje: "Po ju çfarë bëni këtu?" Vajza mu përgjigj: "Ne jetojmë në këtë pallat deri në ditën e gjykimit, kur do t'i takojmë prindrit tanë dhe do ndërmjetësojmë për ta." Në atë moment u zgjova nga gjumi. Isha tërësisht i djersitur. U ngrita, u lava, mora abdes dhe pala namaz. Kurse pas këtij momenti kurrë më nuk kam pirë alkool. Pas pendimit dhe tevbes së sinqert, Maliki Bundinari u përkushtua studimit të shkencave islame dhe u bë dietar i madh dhe i devotshëm, të cilin e njohin të gjithë brezat e muslimanëve. Prandaj, le të mos e vonojmë tevben, mos të dëshpërohemi për shkak të mëkateve
dhe mos ta humbim shpresën në mëshirën e Allahut, sepse shpresën në mëshirën e Allahut e humbin vetëm jo besimtarët.